Hayır abi, Türkçeyi nereden öğrendin? Çocuk gibi. Üsküp'te. Üsküp'te. Üsküp'te öğrendim Türkçe. Bu camide çocuk gibi ilk defa namaza durdum. Evet. Onun için bu hediye yaptım. Allah razı olsun. Surete çıkardım Kur'an'ı. Süsledim ne kadar biliyordum. Ve getirdim Saraybosna'da hediye bu camiye. Peki sizi buna niyetlendiren, bu Kur'an'ı yazdırmaya heveslendiren şey nedir? Budur 5. Kur'an'ı yazdım. İlk Kur'an yazdım 10 sene daha evvel. Benim akrabam Karamürsel'de yaşadı. Savaştan evvel bir özel Kur'an hediye etmiş bir camiye köyde, nerede bizim atalar. Geçen savaşta Sırplar o camiyi ve o Kur'an'ı yaktılar. Oydu sebep. Sizi heveslendiren. Oturdum, yazdım ilk Kur'an'ı. O camiye ne zaman kaldırdılar. Hediye yaptım ve söyledim. Onlar olmaz o kadar cami ve Kur'an yaksın, ne kadar biz Kur'anları yazacağız. Nijet je bio čist i mene nije žao truda, jer sam nanijetio doći i pokloniti taj Kur'an ovoj džami i ovom džematu. Ovom vašom džamijom, šta ste rekli? Tako je. Benim džamijom. Tako je, tako je. To je moja džamija. Jeste, još od detinjstva. To je moja džamija. Da poklonim džamiji Sultana Murata i ovom džematu za uspomenu na moje pretke, na mog oca, moje amiđe, moju halu. A i ja sam prvi put na namaz stao u ovoj džamiji. Maša Allah. I vlau që ka përshkru këtu shifet nga kvaliteti se nuk dallon nga Kur'anat të cilët janë të shtypur në shtypshkranjat moderne. Shifet këtu, çdo kush që din ta lexon, le ta merr ta lexon edhe ta shef se nuk kanë fije të dallimit nga Kur'anat e shtypur. Dhe kjo është një punë madhështore që vllau e ka bën këtë punë për 8 muaj, siç ju tregoj sa është i lindur prej këtu, dhe prandaj ka dashur që këtë Kur'an t'ia dhuroj kësaj xhamie, pra Sultan Muratit dhe xhamatit të kësaj xhamie.